Tensioni mes Mateos dhe Brikenës ka kaluar muret e shtëpisë Big Brother VIP Albania, duke përfshirë tashmë edhe familjarët e kësaj të fundit. Pas deklaratave të djeshme të Mateos, i cili pretendoi se mes tyre kishte pasur një romans të ndërprer nga familja e saj, madje duke përmendur edhe një puthje, familja e Brikenës ka reaguar publikisht me një deklaratë të fortë. Për ata që nuk e dinë, ditën e djeshme, Mateo ka shpjeguar të gjithë situatën dhe i vënë në presion nga Ledioni dhe të gjithë ata që donin të vërtetën, ka treguar që daja i Brikenës dhe babai i saj nuk e kanë lejuar më që të takohet me Brikenën dhe duke mos marrë përgjegjësi asnjëri nga këta dy, e kanë lënë këtu marrëdhënien e tyre me njëri tjetrin. Megjithatë, ai ka shprehur hapur që i ka ngelur peng dhe vazhdon akoma të ketë ndjenja për Brikenën. Përmes një postimi në Instagram, familja e Brikenës kanë zbuluar se mes dy banorëve ka ekzistuar një marrëveshje paraprake për të mos folur, e cila sipas tyre është kelur nga Mateo për përfitime në lojë. Ndjejmë përgjegjësi të sqarojmë një parim të thjeshtë. Fjala e dhënë nuk është temë loje. Kur dy persona bien dakord që e kaluara të mos diskutohet, ajo marrëveshje duhet të respektohet. Shkruhet në reagim duke akuzuar Mateon për mungesë burrërie dhe strategji të ulët. Familjarët theksuan se fama e Brikenës nuk i jep askujt të drejtën të cënojë privatësinë e saj për vëmendje. E kaluara private nuk është material loje. Si familje qëndrojmë në mbrojtje të një parimi bazë. Fjala e dhënë respektohet dhe kufijtë personal nuk të i kalohen për strategji apo vëmendje. Përfundon deklarata e tyre duke kërkuar respektimin e dinjitetit të vajzës së tyre. Ndërkohë, brenda në shtëpi, duket që ky çift apo këta dy banorë, të cilët pretendojnë që nuk e kanë qejf njëri tjetrin, apo kjo lidhje nuk dëshiron që të vazhdojë, shikojnë njëri tjetrin në çdo mundësi që u jepet. Ndonë se Mateo e ka shprehur hapur këtë gjë, edhe Brikena me të gjitha shikimet apo veprimet e saj, duket që ende e don Mateon, megjithatë familjarët e saj e pengojnë këtë gjë, e duke qenë që është 24/7 në vëzhgimin e kamerave, ka frikë që të tentojë të bëjë ndonjë lëvizje. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se ata të dy do ta vazhdojnë lidhjen pavarësisht fjalëve të familjes së Brikenës? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.